fiksosh disa gjëra në mendje në lidhje me këtë çështje. Në rast të parë ti e dritë e Zotit dhe nuk është faji. Nuk është faji prindit nëse ka fëmijën autik, nuk do të thotë që vlen më pak se prindrit e tjerë dhe nuk do të thotë që fëmia yt vlen më pak se të tjerët, madje është e kundërta. Ai shpirt që është në trupin e fëmijës tënd dhe që e kanë konsideruar dhe e kanë etiketuar në spektrumin e autizmit është një shpirt që ka një mision shumë të fuqishëm për të përmbushur në këtë realitet dhe në këtë dimension këtu në tokë. Është përtej trupit, është përtej shkencës, janë gjëra të shumë të thella. Çfarë unë kam kuptuar dhe çfarë unë kam nxjerr konkluzion nga ato hulumtimet e mia që kam bërë nëpër meditime dhe nëpër udhëtimet astrale, autizmi është përtej atij çrregullimit neurologjik. Është përtej asaj. Është mision shpirtëror. Ai shpirt e ka për mision që ta përmbushi këtu në jetën në tokë. Dhe ti si prind je personi i duhur që t'ja mundësosh përmbushjen e misionit. Prandaj të ka zgjedhur. Nuk është rastësi që ti je nëna e fëmijës tënd. Ta kesh me jetë, mbushë me dashuri. Fillo ta pranosh atë fakt, mundohu që të bashkëjetosh me atë gjë. Dhe mbi të gjitha, bëj detox, bëj fëmijës detox vazhdimisht. Mund të seminari për prindër, si të jemi prindër pozitiv, të seminari që mund ta marrësh seminarin në shtyruar. E kam shpjeguar, kam folë disa minuta për çështjen e autizmit, për detoxin, për suplementet, edhe për mënyrën se si duhet ta trajtojmë këtë çështje dhe këtë problematikë.